Mirë se vjen o Ramazan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, agjerimi i Ramazanit u është bërë obligim, ashtu siç ishte obligim edhe për ata të cilët ishin përpara jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Pra qëllimi i agjerimit është devotshmëria e njeriut. Për çdo moshë rritur dhe për atë i cili është pra në moshë madhore, është i obliguar Ramazani të agjeroj. Përjashtim bëjnë të sëmurit dhe udhëtarët, pra sepse Zoti thot lehtësoni dhe mos vështirësoni. Andaj dhe pak ditë na ndajnë nga ky mubarek i bekuar, me shpresë tek Zoti që të agjerojnë gjuhët tona, shpirtat tanë dhe mendjet tona, dhe veprat tona të shtuhen, pra veprat e mira, në mënyrë që të bëhemi krijesa të përkushtuara.